po mbrohet me dinjitet nga burgshtetasit që shpallën pavarësinë e Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, nga burgshtetasit që shpallën pavarësinë e Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, po mbrohet me dinjitet nga burgshtetasit që shpallën pavarësinë e Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, i një grupi pazhimtarët tanë. Të dashur qytetar, marshi nuk lindi rastësisht. Marshi lindi prej bindjes së përgjegjësisë dhe përkushtimit. Ai është njëri prej atyre që ishin pjesë e pandashme e grupit dhe ai do t'ju drejtohet i një grupi pa zhurmë, po që bën një punë të mrekullueshme. Në nduar drogitjet tuaja me respekt të veçantë Ismail. USHK. Të dashur qytetarë, të nderuara familje të dëshmorëve e veteranëve të luftës, të dashura familje Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, Mustafa, Shala, Zonja dhe Zotrin. Sot dua t'ju drejtohem vetëm si qytetar të nderuar, jo si përfaqësues të kësaj apo asaj preardhje, jo si zap politik. Sepse kur vjen fjala për USHK-n, aty nuk ka ndarje, aty nuk ka poste, aty jemi krejt bashkë. Një fjalë ka qenë mbi të gjitha, USHK. Ka qenë fjala e nderit, fjala që na ka bashku, fjala që i ka mbush syt me lot e zemrat krenari. S'ka pas shtëpi, nuk ka pas as një shesh, ku nuk e kem pa emrin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, mos me u përmend e me u respektu me dashni. E kemi pa me sytë tanë sa shumë e donë ky popull USHK-n, si simbol, si sakrificë, si themel i lirisë, si pjesë e identitetit tonë. Ajo ka qenë ndjenja që na ka lidh kudo, krenaria që nuk shuhet dhe betimi i heshtun që nderi i saj nuk preket. USHK, sot është 18 shkurti, urime dita e pavarësisë, është dita kur një popull e shpalli para botës të drejtën për shtet, për liri dhe për dinjitet. Por kjo ditë nuk është vetëm fest, është edhe kujtes. Sot në Hag ndodhen ish udhëheqësit e USHK-s dhe të shtetit tonë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Emra që për shumë kënd përfaqësojnë kapituj të tërë të historisë sonë të rezistencës dhe të shtetë ndërtimit. Pavarësisht proceseve gjyqësore, një gjë mbetet e tartë.